kur Allahu Azza wa Jall cakton diçka për ty, ma e men mirë, caktimin e Allahut Azza wa Jall nuk ka kush që ndryshon. S'ka kurkush, hiç. Prej melaike, prej rasulve, prej kurkush nuk mundet me ndryshu caktimin e Allahut Azza wa Jall, përveç një diçkafit. Kjo gjë e ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall. Kështu që e shef çfarë fushie ka kjo para se me thanë. E din cila është kjo gjë? Duaja, lutja ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall që ka caktuar për mbi 7 palqije. E ndryshon lutja jote. Lutë Allahun Azza wa Jall. Allahumma këtë që ke caktuar prej asajna që më vështërsohet mu, letësohe. Lutë Allahun Azza wa Jall me letësu e me tani mu gjithmonë. Nuk ka diçka që ndryshon caktimin e Allahut përveç se duhas. Kështu që lutë shumë o musliman, çdo kohë, lutë.